Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhën në një tjetër episod të emisionit Sfida Rinore, ku energjia, mendimi dhe zëri të rinjve janë gjithmonë në qendër. Jemi në prag të mbylljes së vitit shkollor, një vit i mbushur me përpjekje, emocione, angazhime dhe sfida njëkohësisht. Por ky fundvit nuk është vetëm pushim. Është një moment reflektimi dhe frymëzimi për të parë sa kemi arritur dhe çfarë rrugësh të bukura kemi përpara. Sot do të ndalemi në 3 tema që prekin drejt për drejt jetën e çdo të riu. Projekte dhe arritjet mësimore, nga idetë kreative në bankat e shkollës deri tek sukseset personale që meritojnë duar trokitje. Pjesëmarrja në aktivitetet kulturore, sa vend zë arti dhe kultura në jetën e të rinjve, poezia, libri i shpirtit, pse të rinjt po largohen nga leximi i poezisë dhe si mund ta realizojmë këtë ndjenjë të bukur. Bashk me të ftuarën tonë, e cila është Mariza Duka, do të trajtojmë këto tema që unë sapo përmenda. Dhe pa humbur kohë fare, sepse kemi goxha pyetje të gjata dhe me goxha shtjellim, do doja të fillonim direkt me pyetësorin që ne kemi bërë gati, ose më saktë në diskutimin që ne bëjmë në studio. Atëherë, Mariza, përshëndetje fillimisht. Përshëndetje. Të falenderoj shumë që je përsëri pjesë e studios tonë, sepse nuk është e parë. Më pëlqejnë shumë njerëzit të cilët vinë disa herë në studio, sepse kjo do të thënë e para kur pranoj ftesën tonë për herë të dytë, do të thotë që ju ka pëlqyer eksperiencë e parë dhe kjo na bën që ne të ndihemi më pozitiv. Plus që duke e ditur se si funksionon ideja e emisionit, janë edhe ata më rehat dhe më të qetë. Apo jo? Patjetër. Atëherë, Mariza, cili ka qenë projekti më i veçantë që ke realizuar këtë vit shkollor? Projekti më i veçantë mendoj se është projekti gjeografisë, i cili kishte të bënte me rrjedhshmërinë e globalizimit dhe si kishte ndikuar në popullsinë në vendin tonë si dhe në botë, ku këtë projekt neve zhvilluam në mbikëqyrjen e drejtoreshës, mësueses kujdestare dhe 2 le të themi nën drejtorave nga ZVA-ja, ku ishte, domethënë, ky projekt zuri një vend shumë të veçantë në notën tonë për gjithë vitin, pasi nëse dilte mirë, ishte një kombinim i punës teorike me atë praktike. Normal. Atëherë, a ke ndier përmirësim në vetvete gjatë këtij viti dhe në cilën lëndë më së shumti? Po, kur mendoj se si ka filluar në fillim të vitit, se shiko, është viti i parë, nga klasa 9 nga 9 në vit të parë dhe ishte diçka e re. Po, mendoj se kryesisht në lëndët që kam qef, që janë biologji, kimi, kam pas shumë përmirësim në përgjithësi, por dhe në lëndët shoqërore. Atëherë, si të kanë ndihmuar mësuesi ose mësuesja jote në arritjen e objektivave? Na kanë mbështetur shumë, të gjitha, pa përjashtim, çdo mësuese, sidomos mësuesja kujdestare, ka qenë një shtys, ku kemi pasi problema, po kemi pas nevojë për një këshill, ajo ka qenë gjithmonë atje për ne dhe na ka udhëzuar se çfarë të bënim dhe cila që gjëja e dur për të bërë. Shiko, të gjithë mësuesit, mendoj unë, në punën që bëjnë, meritojnë një duar trokitje, sidomos pas le të themi në thonjza ngjarjeve të fundit, ku u është hedhur dhe pak mbalt mbase, dhe unë sinqerisht e them me zemrën në dorë që i falenderoj për çdo moment që na kanë ndjenjur pranë, përveç të projekteve që Mariza sapo përmendi. Patjetër, e meritojnë. Po, e vërtet. Atëherë, Mariza, a bashkëpunoni si klasë në projekte të përbashkëta apo jeni individual më së shumti? Patjetër, projekti që përmenda më lart ishte një nga punët në grup që kemi bërë. Kryesisht jemi një klasë me shumë bashkëpunim me njëri tjetrin dhe domethënë atë njëri mund të flasi që është më lafolog, le të themi, tjetri është më i mirë në teori, njëri më i mirë në praktik dhe kombinojmë cilësitë. Njëri më i mirë në IT. Po, kombinojmë cilësitë e njëri tjetrit. E kuptoj. Çfarë do të ndryshojë në mënyrën si punohet në shkollë? Po flasim për pjesën e projekteve. Për pjesën e projekteve do ndryshoj, mendoj se alternativa më e mirë do të ishte që projektet të bëheshin brenda territoreve të shkollës. Nëse ishin projekte në grup, mos të ishin të na jepnin individualisht në shtëpi. Për shembull, njëri të punoj një pjesë, tjetri pjesën tjetër dhe në fund të lidhen. Mendoj se është më mirë të punoj në ambiente të përbashkëta ku bëhet e gjithë puna së bashku. Është vërtet qef ashtu. Okej.
Marisa, ndihesh e motivuar nga rezultatet që ke arritur deri më tani? Patjetër, në qoftë vit Paris. Patjetër, mendoj se çdo nxënës që është në vit të parë, po flasin se ne kemi akoma edhe 2 vite përpara. Po. Mendoj shumë shpejt. Patjetër. Mendoj se ai përmirësimi që shikon dhe ndjen nga kalimi i klasën në vit të parë të bën të ecësh përpara dhe të vazhdosh të duash ato rezultate dhe të mbërthesh fort. E vërtet. Ta thash atë vit Pariste sepse kur ne jemi futur në gjimnaz, gjatë gjithë verës për shembull, na thoshin që kur të veni në shkollë, do tallemi ju siç janë tallur me të tëra vitet, do thonë vit Pariste, njërën, jeni më të vegjëlit të shkollës. Po dhe në vitin tjetër me klasën e 9 të njëjtin që do bëni. Me thënë të drejtën, vitin ton nuk e ka tallur njeri për çudi. Wow. Dhe as ne nuk kemi tallur ata që vinë, domethënë është gjë mirë, është gjë pozitive. Përfundimisht është gjë pozitive dhe kjo më pëlqen. Ndërsa për sa i përket pjesës së 2 viteve shkollë, besoj që iki shumë shpejt. Mua më ka ngel vetja akoma në klasë të 9, po ndërkohë në shtator jam maturante, por që po. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Atëherë, si ndan kohës me studimit dhe argëtimit? Kjo është kjo është një pyetje e vështirë. Unë për shembull do përgjigjesha kështu. Unë studimin e bëj argëtim. Po, kurse unë argëtimin e bëj studim. Jo, mendoj domethënë shakaja është gjithmonë e vërtetë. Po, patjetër. Mendoj se dhe kur një individ kryen një aktivitet që e kënaq apo i pëlqen, në një farë mënyrë mëson. Po, te pjesa e shkollës, si organizojmë, për shembull, ditët që jemi në shkollë, nuk dalim, në fundjavë një shtën të diel, dalim i xhiro kështu. Qarkullojmë i xhiro. Mari Majer. Okej. Çfarë sfidash hasët si klasë këtë vit dhe si kaluat? Asnjë sfida. Jo, sfidat më të mëdha, provimet. Jo, provimet, duke qenë se jemi vit i parë, kanë qenë projektet. Çuditërisht sepse kanë qenë projekte që kanë pas pesh, duke qenë se patjetër, ndoshta me nga 7-9 tema secili projekt. E di. Dhe më është pak e vështirë. E kisha harruar këtu. Duke ditur që dhe projekti është 20% e notës që del në fund, edhe duam, s'duam, jemi të mbyllur në 4 orë të vogël. Qëndroni. Marisa, cila është ëndra jote për të ardhmen? Për të ardhmen, sigurisht që nga skena nuk dua të largohem, e kam qef, mendoj që dua ta vazhdoj si karrierë, ndoshta nëse më jepet mundësia, por nëse nuk funksionon. Unë jam shumë e mirë dhe kam prirje në shkenca, kryesisht biologji, kimi, dhe mendoj se një karrierë në kriminalistik do ishte goxha e mirë në një të ardhmen. Më pëlqen. Mua pëlqen për shumë pjesa e detektivit. Detektivën të ren patjetër. Se më shumë më pëlqen fizika dhe biologjia që kanë të bëjnë me... Po, ose juridiku. Nuk jam shumë nga kjo pjesa. Gjithsesi, këto janë disa nga ëndrat e mia që do ngelen gjithmonë në stërtar, sepse... Kur mos thoj kur? Jo, e di ku është ideja. Problemi është i tillë, në momentin që unë pëlqej shumë ndek të ndryshme, nuk mund të bëj të rjetën në shkollë, se e do punoj ndonjëherë. Unë për shembull dua të mbaroj fizik, dua të mbaroj juridik, dua të mbaroj për detektive, dua të bëj atë kursin për si quhet, interior designer, dua të bëj kursin për dua të bëj shkollën për regji. Shumë ëndra. Pikërisht, kështu që nuk ka të ndodhur kur. Të jap një sugjerim, mbaroj të tëra shkollat e këtyre degëve, në fund kur ti bjeri 10 asgjë. Po, fiks ashtu. Kështu që më mirë fokusoni vetëm tek njëra sa të tëra, këshill nga vetë unë. Atëherë, çfarë mesazhi do t'ju jepi nxënësve që nisin vitin e ardhshëm? Në përgjithësi që nisin vitin e ardhshëm apo që kalojnë nga klasa në vit të parë? Që vinë në vit të parë, atë ku je ti? Po, edhe në vit të parë duhet të ulësh kokën dhe të mësosh. E di që është një këshill që e thon si mësuesit si dhe prindrit, po
është vërtet një këshill që duhet ndjekur, sepse në gjimnaz e kupton se sa peshon ajo rëndësia e të mësuarit dhe të marrit seriozisht të mësimeve. E vërtet. Dhe në Flas nga eksperienca? Edhe në gjimnaz, gjëja që më ka pëlqyer më së shumti në gjimnaz është fakti sa i afërt je me mësuesët. Patjetër. Mësuesi në gjimnaz më shumë e ke si shok, se sa si mësues. Pasi arrin një moshë që e kupton, një moshë pjekurie dhe di dhe ndan të mirën nga e keqja dhe mund të bësh një diskutim apo diçka më tepër. Shumë e vërtet. Tani, Marisa, siç e përmendi, është e skenës. Po e them kështu, trot fare. Është skenike. Dhe ka marrë pjesë në shumë aktivitete që për shembull nëse na keni ndjekur tek emisioni që kemi bërë më përpara me Marizën, do të shikoni se në çfarë aktivitetesh ka marrë pjesë Mariza. Por pyetja ime është sot, Mariza, cili nga aktivitetet që ke bërë të ka pëlqyer më shumë? Pyetje vështirë. Me kafe ngushtë. Ke 5 sekonda kohë. 1, 2. Aktivitetet në përgjithësi që kam bërë kanë qenë në aktivitete ku kam prezantuar. Dhe ajo fushë është një fushë që më karakterizon më së miri dhe nuk mund t'i ndaj, cila ka qenë pak më e mirë, pak më e keqe. Okej, dakord, njëra që më ka pëlqyer, siç e kam thënë te emisioni më parshëm, mua më pëlqen të punoj me fëmijët. Dhe prezantimi koncerteve që kemi bërë me studion fëminore Haxhi Selfo, që tani, siç e kam thënë, është bërë qendër kulturore. Ka qenë një nga aktivitetet... Po, një sekond, po ndaloj pra. Kanë qenë disa, jo një. Më zgjidh një të lutem. Të një qershorit, të vitit të shkuar, për shembull, ku secili fëmijë shpreh karakterin e vet me këngë që i përshtaten më së miri dhe kur shikon ato fytyrat e lumtura të fëmijëve që thjesht gëzojnë në një qershori dhe duke u hedhur dhe vallëzuar me njëri tjetrin. Kam qenë në një prezantim me Marizën të 28-29 nëntorit, të koncertit të 28-29 nëntorit. Po. Dhe sa herë që dilim nga pas skenës, ishim në prapas skena, ishim duke kënduar. Këndonim, kërcenim, ja bënim kalamajme me dorë. Që në qoftë se të na kthej profesorin atë moment, do na ecë i vështrim kështu nga këndimi. Jo, profesorin e kishim atje duke na parë me cep të syrit. Jo, mua ka parë ndonjëherë. Jo, ne na parë me cep të syrit duke na thënë që rini mirë. Kam qenë diskrete, të lutem shumë. Por që po, sa herë që fëmijët këndonin atje para atyre të shkretëve ju dilte zëri atje dhe më Marizë nga pas. Duke kërcyer. Jo, bota e fëmijëve është një botë shumë e bukur. Mos dili, mos u rritni. Jeni mirë. Atëherë, si ndikon pjesëmarrja në aktivitetet tek aftësia shoqërore? Mendoj se është një shtysë shumë e madhe dhe një zhvillim i karakterit, pasi ndërveprimi me njerëz të bën më social, më aktiv, më vigjilent, ndoshta, dhe më artikulues. Patjetër, pastaj pjesa e artikulimit mendoj që është dhe pak pjesë e karakterit. Do me thënë, kur dikush është i ndrojtur, e ka pak më vështirë të shprehet dhe të artikuloj, ndërkohë që dikush që është pak më social, më aktiv. Por mendoj që edhe këto aktivitetet të shtyjnë që të jesh më social. Të zhvillojnë. A do të dëshiroj që shkolla të organizonte më shumë ngjarje kulturore? Mariza është mbytur me ngjarje kulturore në shkollë, se kuptoj ku thot Mariza që unë kam qenë këtë vit në shkollë, jam lodhur njërën tjetër, se Mariza 2 herë në javë ka aktivitet dhe ka pushim. Unë në shkollën që jam, që e kam përmëndur, në shkollën e mesme të bashkuar të Dervicianit, bëjmë mjaft aktivitete, pasi kultura greke me atë shqiptare bashkohen në një të vetme, dhe i festojmë, do e thënë, të gjitha, si ato datat e veçanta të Greqisë, po dhe ato që si janë festa, këta i bëjnë festa. Dhe një fest e rej, këshu fat nga hiqi. Patjetër, festën e bëjmë kudo që shkeli. Ja, do me thënë, ku je, e merë Mariza në telefon, ku je o Mariza, kam një aktivitet. Po prish, moj ti pa një dhe bërë aktivitetet. Të them një të bukur. Kemi një tjetër sot. Të them një të bukur, neve kemi mbrëmjen e maturë. E kam matura, që dhe neve bëjmë gjithë gjimnazi së bashku. Sa që mua parukjerja më tha, dhe i thash blash orarin për të reguluar, dhe më thot që ke vajt në çdo mbrëmje që është bërë, në çdo gjimnaz të mundshëm, si është kjo punë, nuk bëhet fest pa ty, më tha mua.
Se jam bërë si person i gjithanshëm. I ka atje, i këtu, batë, bë këtë. Literalisht, do me thënë, nuk e kuptoj. Pastaj, një sekundë, se më duket pak e çuditshme, pse duhet që matura ta bëjmë mbrëmjen me ju? Neve në shkollë jemi nga një klasë për çdo vit. Një vit i parë, një vit i dytë dhe një vit i tretë. Po, do të thonë ti bën 3 matura. Bravo. Maturën që ikën tani, maturën vitin tjetër dhe maturën time në Ku fund. është lezeti këtu? Po, e kanë deklaruar, fest pa mua nuk ka. Tashi, gjithsesi. Iku kjo pyetje me organizimin e aktiviteteve në shkollë, nuk e kuptoj sepse i kisha vënë, po që gjithsesi ishte e ditur për mua të paktën, po ja ta dini dhe ju e mësuat. Mariza, si ndihesh kur ngjitesh në skenë? Një pyetje që sa herë ma bën më kap ngushtë. Patjetër që... Jam e thjeshtë e mundshme. Jo, nuk është e thjeshtë. Patjetër, emocionet i ke. Jo si herën e parë, patjetër, por jo. Unë flas me eksperienca, sepse në momentin që ngjitesh për herë të disajt në skenë, je si në shtëpinë tënde. Je si kur skenën e ke huazuar dhe di ku shkel, di çfarë thua dhe di si të komunikosh, qoftë me fjalë, por qoftë edhe me shenja me publikun, si me sy apo me gjeste. Me shenja, me sy, eye contact. Jo, është ajo që e shpreh fjalën e emocion dhe tjetri e kupton se çfarë do të përcjellësh. Ajo është pastaj aftësi që ka prezantuesi për ta bërë spektatorin për vete. Cili është roli i aktiviteteve artistike në zhvillimin tënd personal? Top, on top. Është vërtet ka rolin kryesor, mendoj, sepse ku kam qenë pak më e vogël, kam qenë fëmijë ndrojtur. Më ka pëlqyer të rija në atë dhomën time me ato kukullat e mia, duke vizatuar. Dhe në momentin e parë që kam marrë pjesë në aktivitete, jam zhvilluar shumë dhe më ka dalë kjo pjesa e të qenurit e ndrojtur dhe e stepur. Okej. Sa mbështetje merrni nga shkolla dhe prindrit për të përfshirë në aktivitete? Njerë prindrit janë shko, ik, vazhdo, je li. Nuk më stopojnë. Të themi një histori të bukur? Kur jam futur në aktrim, ka qenë në qendrën kulturore të fëmijëve, ditë e parë fare. Na vjen një profesor në shkollë, profesor Gentiani, na thotë që në qendrën kulturore është hapur një kështu këtej. Unë kisha shumë qejf, tash do vete mami im që në Tiranë ndërkohë. Po. Ose kisha thënë njeriu, vajta u te qendra kulturore, u futa në aktrim. Një javë rreshtur atje. Me mami im në telefon sa më gjente merr drejtoresh në qendrës kulturore. Se i ikte, normal Gjirokastra, qytet i vogël. Të dalin kushurinë në fund. Alo, ati është Athalia? Po, ma je pak. Ku jemi mbiri mamit? O Majo, në teatri, thashu. Në teatri, o Majo, thashu, ja futur në aktrim. Mimi se do flasim, s'ke që fleti tani, thashu, ja futur. Fakti krye. Mami kur erdi, moja, Athalia, po shdo ti në teatr, po ik mi se s'do bësh aktore ti. Po Athalia tashi, qenë këto? Ik nuk do vesh teatr. Deri se kam dhe shfaqjen e parë, kam bërë shërë do veja apo jo në teatr, por, ndonjëherë, prindërve duhet të tregojmë që ne jemi të afti, bëjmë gjërat, edhe kur ata mendoj se ne nuk jemi. Po që bëj shaka, mami im ka qenë gjithmonë shumë dakord tjetër se i kishte impresion. Mendoj se prindit në përgjithësi janë suportusat dhe fansat, kudo qoftë që të jesh, në çfarë do lloj degje apo fushe. Mami im sa që bëj gabim, të thoshte nuk do vesh më në teatr. Dhe të nesërme veje. Dhe të nesërme do thoshte se shiko, se të duhet për teatrin këto, çoj një çik atje. Po që këto janë të vërtetat e imprindi shqiptar, kudo vetë. Po mendoj përveç prindërve dhe mësuesit, e i kanë një rol normal të theksuar, mund ta themi, që të shtyn të bësh aktivitete dhe të thonë dhe të udhëzojnë, qoftë edhe në qoftë se ky aktivitet është i duhur për ty apo jo. E vërtet. Atëherë, cila është një ide kreative që do doje ta realizoje me klasën? Një ide kreative. Mendoj. Klasa ime jemi klasë që kemi ide për të bërë diçka, apo sidomos kur e ofron kurrikula shkollore, po mendoj se
është ajo shprehja. Rëndësi ka mendimi realizimi jo dhe aq. Jo, dhe realizimi, se varet. Për shembull, atje tregon se sa kokëfort je dhe sa jaftë je të arrish gjërat që do. Mendoj gjithmonë. Okej. Po mendoj se një aktivitet mund të qe poezit, ku secili nga ne mund të shprehte ndjenjat e tij thjesht në letër, duke i hedhur dhe duke u futur në atë botën tënde imagjinare dhe thjesht duke shkruar e shkruar. Vetëm unë nuk shkruaj do të rreth njerëzve të tjerë. Do me thënë, unë shkruaj dhe poezi, se kishim një problem teknik, dhe poezi dhe prozë, të tëra llojet. Po, patjetër. Kur jam rreth njerëzve të tjerë, më bezdis dhe frymarrja, nëse mua tani më vjen një letër, më bezdis dhe frymarrja jote se nuk mendoj dot. Jo. Dua qetësi, dua relaks. Unë mendoj më mirë kur kam njerëz rreth rrotull. Unë dhe detyrat i bëj me muzikë. Jo, detyrat edhe unë me muzikë i bëj. Jo, se i thash se studimin e bëj argëtim. Dhe kur mësimin, dhe kur lexon mësimin ta mësosh përmbajtjen. Unë tu dal para pasyrës flas me vete. Jo, nuk e di, unë nëse nuk kam një person apo diçka që të bëj një zhurmë, nuk mësoj dot, më duket sikur bie qetësivari. Kur i them, unë në qoftë se do ishte mundur, do i lija jashtë njerëzit, do mësoja mësimin dhe pastaj do i fusja. Unë nuk të do të thosh se do ta mësoj mësimin, se vetëm ashtu më futet në atë që është e thjeshtë. Për mua ashtu shumë e thjeshtë. Por, Mariza, pyetja ime është, a shkruani ndonjëherë vetë poezi? Po. Unë shkruaj poezi të ndryshme, po nuk kisha lajmëruar më përpara që të sillja një material. Pyetjet janë sekret. Të lutem. Po. Jemi realist. Po të premtoj që herën tjetër që do ftoj do ta sjell një poezi dhe ta lexoj. Okej. Të shkruar nga vetë autori. Vetë dora e voçkële Marizës, që është shumë e madhe, po s'ka problem. Mariza, pse mendon se të rinjt po i largohen leximit të poezisë dhe sidomos krijimit të tyre? Të poezisë. Mendoj se shiko, në mendjen time poezia është një formë shprehje e emocioneve të tua kur ti thjesht nuk flet dot me fjalë. Siç është qoftë edhe kënga. Që janë dy forma artesh, patjetër. Forma artesh të ndryshme. Këto janë, po flas, arte të folura, poezi të shkruara që dhe mund t'i recitosh apo t'i këndosh, siç janë këngët. Sepse piktura është diçka që do pak bot kuptim që të futesh në thellësi. Mendoj se është zhvendësuar për shkak të zhvillimit të inteligjencës artificiale, ku po të shikosh brezi i ri shumë gjëra, qoftë jo mësimet, se mësimet janë bërë shumë normale që shkruan pyetje në telefon edhe ChatGPT-ja atje duke nxjerrë përgjigje. Pak sakt këtë testin. Dhe nuk është e keqe që të kërkojnë informacion për rreth një teme që duan dhe ta marrin ta nxjerrin me pika, po. Jo, thjesht është çështja që ndonjëherë ta nxjerrin dhe gabim atë që kërkon dhe të bësh një test, mendoj unë, jo vetëm nga ChatGPT-ja, por nga çdo lloj inteligjencë artificiale, sepse e njëjta është një rjet vërtitet. Diçka do jetë që do ta bëj gabim, që ti vetë mund ta kishe bërë 100 herë më mirë. Qëndron. Atëherë, Mariza, si do ta bëje ti poezinë më tërheqëse për bashkëmoshatarët e tu? Duke përdorur leksikun, le ta quajmë, ose fjalorin që moshatarët e mi përdorin ditët e sotme. Jo leksiku që është, jo ai leksi që mendon ti, patjetër, jo leksiku banal dhe të kalosh në gjëra ekstreme, por thjesht leksikun që e tërheq, jo me fjalë për shembull shkencore apo diçka të tillë që mund të përdori më filozofike. Atë çfarë çdo i ri përjeton, ku i gjen vetveten. Patjetër, poezia, në elementin e saj, e ka dhe filozofin brenda dhe fjalë filozofike dhe terma, as nuk diskutohet, por duke kombinuar, mendoj me leksiku që përdoret ditët e sotme, qoftë dhe do një shkurtim të fjalës, do ta bëj, mendoj, më tërheqëse për brezin e ri. Mendimi im. Gjithmonë mendimi im. Tani, si që shikon, këtu mi tavolinë, kemi një libër.
Është libri i shkrimtarit Arben Duka. Uaj, kemi bje me njësoj. Shi, qaj ke ti këtë Mariza që shkuan poezi? Tani, bas e ka me kushuri, nuk e di, po që... Talenti Nga kjo ka marrë talentin. Talenti i Marizës është i trashëguar brez më brez. Po, imagjinata jonë shumë Shumë e... Edhe mund ta ketë, Jo, dhe mundet, as nuk e vërë dëshim. Si nuk e ke se ja disa fise me të njëjtin bjemër, nga prejat e vërë. Kjo është temë tjetër, do të vajtë një tjetër nga flasë vetëm për kitet. Titullohet 1001 net, dhe unë mendoj që ne të dyja të zgjedhim 2 poezi nga ky libër. Libri titullohet 1000 puthje dhe unë mendoj që unë dhe ti, Mariza, të lexojmë 2 poezi nga ky shkrimtar. Ti përzgjedhim dhe ti lexojmë. Do të vazhdosh e para? Mendoj se duhet të hapësh ti si aktorja e studios. Faleminderit. Unë po bëhem një mikpritës e mirë në studio dhe po ta lë ty radhën e para dhe do dëshiroja shumë që të recitoje, sepse unë mendoj që të përshtatet kjo poezi. Erdhi pranvera. Ti mund ta shikosh, besoj se do të pëlqejë. E kam të dëgjuar dhe e di se përse bëhet fjalë. Erdhi pranvera. Erdhi pranvera, ma dehu penën, shpërtheu gonxhen, lulzoj pemën. Më puthi rezja, sy e qerpik. Shok më ka djeli, pranvera mik. Mu ullë në buz, një tuf bilbila. Në sy më qelën, trëndafila. Lulja e bukur, plot aroma, hapi petalet, aq të njoma. Më rambi flok, e unë gatrua. Me flokun tim, u dashurua. Ishtë shumë e bukur. Faleminderit. Besoj se të pëlqeu. Patjetër. Dhe besoj se nuk e ke të lexuar për herë të parë, sepse është pamundur që mos të lexosh krime të tilla. Mendoj, po dihet që këto poezi janë të dëgjuara kudo dhe çdo libër në atë sektorin e vet të poezive e ka një poezi nga shkrimtari Arben Duka. Para, ose më sakt, pasi të them fjalën mbyllëse të emisionit, do dëshiroja të lexoja dhe unë një poezi të shkrimtarit Arben Duka, për të lënë atë shijen e ëmbël në fund të tij, dhe dua të them që çdo sfidë ka një fund, por dhe një fillim të ri. Mbani mend, çdo vit mësimor është një hap më afër ëndrrës tuaj. Lexoni më shumë, jetoni me pasion dhe mos harroni të jeni vetvetja. Poezia që unë kam përzgjedhur është, ose më saktë titullohet, Lule në dritare. Sa herë kaloj tek një dritare, që me saksi është mbushur plot, me gaz vështroj se si pa dashur, një lule qel, një perde lot. Gjithnjë aty kur i hedh syt, i ndiej dy sy që më ngacmojnë. E një nga një, e ditë për ditë, të gjitha lulet lulëzojnë. E prap e ndiej vështrimin, që hedh ngacmime pa pushim. Një zë pas perde, si kur thot, djalosh, u dashka pa guxim. Mos më ngacmoti me vështrime, se unë jam djale s'duroj dot. Edhe syt nga dritarja jote, jo, asnjëherë si jo dakot. I dua lulet në dritare, se jam i ri jemi do zemra, po shumë më fort sa ato lule, dua çapkënën që rim brenda. Dhe me këto vargje të autorit të madh Arben Duka, siç e përmenda, ju uroj fundjavë të mbar dhe miru takofshim në emisionin e radhës.